Territori i Kosovës lindore në bazë të burimeve historike ka qenë banuar që nga periudha neolite, pellazgëve dhe periudha dardane. Ka qenë banuar prej dy fiseve ilire. Në luginën Bujanos Preshev e deri në Vardar jetonin dardanët dhe në pjesën e Karadakut të sotëm jetonin peonët. Vendëzbulime janë bërë të shumta, sidomos vlen të Cekët, Kacipupi i Rahovicës, Kalaja e Bushtranit, pashto Kalaja e Preshevës Hisar dhe një monument kulturor historik shumë i rëndësishëm i lidhshmërisë dardano-arbrore është dhe Guri i Shpum. Presheva në burimet historike për herë të parë përmendet në vitin 1381 si zhupë. Por në këtë vit përmendet edhe kisha e Rahovicës, Arhilevica, e cila i është dhuruar manastirit të Hilandarit. Ky është një kishë katolike që pastaj e shndruan në kishë ortodokse. Ashtu si vendet tjera të Ballkanit, Shqipërisë dhe Kosovës, edhe Presheva në vitin 1455 ranë në sundimin osman që mbeti deri në vitin 1912. Dhe më thonë plot, 475 vite Presheva ishte në sundimit osman. Periudha fundit të shekullit të 19, kur rilindja kombëtare shqiptare kishte zgjuar vedijen kombëtare të shqiptarët, mbajtja e lidhjes shqiptare të Prizrenit pati një rëndësi të madhe edhe për Kosovën lindore. Kur u mbajt Kuvendi i Prizrenit me 10 qershor të vitit 1878, morën pjesë edhe delegatës shqiptar në krye me Maksut Efendiu në Kuvendin e Prizrenit. Prandaj më të kthyer nga Kuvendi, Sheh Maksut Efendiu u zgjodh kryetari degës së lidhjes së Prizrenit në Preshevë. Prandaj prej vitit 1878 deri në vitin 1881 shqiptarët udhëheqën administratën shqiptare në komunën e Preshevës dhe u zgjodhen kajmekamet shqiptar. Rezistenca shqiptare në fillim të shekullit 20 është rrirë edhe në Preshevë, ku në ndrejtimin e Idris Seferit është zhvilluar betejë e Kaçanikut në pranverën e vitit 1910. Kryengritjet shqiptare në fillim të shekullit 20 ishin edhe rezultat i shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë. Kosova lindore prej vitit 1912 edhe në konferencën e ambasadorëve të Londrës që u mbeti pjesë e shtetit Jugosllav. Forcat nacionaliste shqiptare që ishin organizuar gjatë vitit 1943 vendosën që të shpallin Shqipërinë etnike në krye me Ibrahim Kelmendin. Prej 10 shtator deri më 15 nëntor të vitit 1944 shqiptarët e Preshevës, Kosovës lindore, nga gjitha vendbanimet arritën që të vendosin kufinin shqiptar në Hekurudhën që lidh në drejtim Preshevë që shkonte Vraj dhe Kumanov. Në vjeshtën e vitit 1944, Brigada 16 dhe 17 Serbo-Maqedone, për të mbjellur frikë të shqiptarët në malsinë e Karadakut, bën masakra të tmerrshme në Is Ukaj, lagja e Caravajkës, ku i vranë dhe i masakruan 98 shqiptarë. Periudha e Aleksandr Rankovicit e aksionet e armëve i goditi rënd shqiptarët duke shfrytzuar serbët dhe pushteti atëhershëm për dhunë. Një rol shumë të rëndësishëm në Kosovën lindore luajti Ali Aliu, ku në vitet e 60-ta organizoi lëvizjen për shlirimin e Preshevës dhe bashkimin me Kosovë. Në vitet 70-ta kisha dëgjuar për veprimtari të organizuara ilegale në Preshevë, ku edhe me emrin përmendej Ali Aliu, Hoxh Mazerja, Jetullojin i Inatovcit e shumë disa të tjerë. Aty mund të them se ishte kontakti ose frymëzimi im i parë kur unë regjistruam si student në Mitrovic, bie në kontakt me organizimet ilegale të kohës dhe përmes Bajrosh Xhamailit unë organizohem në lëvizjen për çlirim kombëtar të Kosovës. Demonstratat e vitit 1981 dhe pjesëmarrja në këto demonstrata, pjesëmarrja aktive në këto demonstrata,
e studentëve shqiptar nga Presheva dhe Bujanoci, si dhe zbulimi, arrestimi i tyre nga Serbia, ndikuan fuqishëm në mendjen e të rinjve preshevar. Ne të rinjët nga shkolla, në atë kohë formuam grupin ilegal, Bajram Curri, i cili kishte për detyrë të shkruante parolla dhe të shpërndante pamfleta. Një nga parollat kryesore të këtij grupi ka qenë Kosova Republik, Presheva, tokë e Kosovës. Diku në vitin 86-87, së bashku me disa student të atëhershëm në Ferizaj, kemi menduar të bëjmë diçka për kombin tonë, edhe kemi formuar një grup i cili shumë shpejt ka rënë në kontakt me lëvizjen popullore për Republikën e Kosovës dhe jemi kyç komplet në rrjedhën organizative të kësaj organizate. Përmes shokëve tonë, Afrim Xhetia dhe Fadel Vata, të cilët ishin bashkë në burg dhe kishin dalë para nesh dhe ishin kyç direkt në radhët e organizuara ilegale. Pastaj me dalën nga burgu në vitin 1989, unë kyçem direkt në radhët e organizuara përmes këtyre dy shokëve. Organizata e cila kishte shtrirë dhe veprimtarinë e saj deri në Preshevë. Lëvizja popullore për Republikën e Kosovës organizoi mbledhjen e saj të tretë në Ujmir dhe Presheva ishte përfaqësuar denjësisht në këtë mbledhje. Nga kryesia e lëvizjes popullore në këtë mbledhje mirte pjesë Halil Selimi, ndërsa nga Këshilli i Rrethës të Preshevës mirte pjesë Sadik Ademi. Si përfaqësues të Këshillit të Rrethit Preshevës, në mbledhjen e mojtë në Ujmir, përkranim idenë që të kalohet në formacione ushtarake. Krahas veprimtarisë ilegale që vepronin në Preshevë, si Këshilli i Rrethit në kuadër lëvizjes, ne krijuam edhe subjektin e ri politik në Preshevë, cila quhet për kohën Shoqata e Pavarur Demokratike. Me kalimin e kohës u transferuar në Partinë Demokratike Shqiptare. Në fillim të viteve të 90-ta filloi përhapja e pluralizmit politik edhe në luginën e Preshevës. Edhe shqiptarët u organizuan politikisht, formuan partitë e tyre politike, duke kërkuar të drejtat e tyre individuale dhe kolektive kombëtare. Proceset që u zhvilluan në Kosovë, me ardhjen e qeverisë së Miloševićit, regjimit Miloševićit, ishin të njëjtat masa që u aplikuan edhe në këtë rajon. Natyrisht, forca politike e shqiptarëve në luginë Preshevës nuk ishte identike me ato që kishin shqiptarët në Kosovë. Partia Demokratike Shqiptare dhe Partia për Veprim Demokratik formuan dy subjekte politike që të bonin shqiptarët me programe të veçanta dhe rezultati i këtyre dy subjekteve politike në atë kohë shumë të vështirë u pa me njëherë pas 2 viteve kur edhe votohet referendumi i 1 dhe 2 marsit të vitit 92. Si Këshill, atëherë kemi arritur që në referendumin e vitit 92 të imponojmë idenë e të drejtës për bashkim me Kosovën, sepse një kërkesë e tillë nuk parashihej në referendum. Këmbgulësia jonë ka bërë që kjo kërkesë të futet në referendum. Arritëm që në formë kategorike të futet pasuesi bashkënditje me Kosovën. Kjo në zgjati shumë mund dhe pas 3 ditëve mbledhjet maratonike. Nevoja për të mbajtur një mbledhje konsultative për të ditur se cila do të jetë rruga e çlirimit të kombit tonë. Këtë mbledhje kemi mbajtur në Kërçov, ku si përfaqësues i Preshevës kam qenë unë. Njëra nga vendimet kryesore të mbledhjes ka qenë riorganizimi i radhëve, riorganizimi komplet i lëvizjes popullore të Kosovës dhe vendimi për mbajtjen e mbledhjes 4 të përgjithshme në Kosovë. Secila mbahet në Prishtinë në vitin 1993. Në këtë mbledhje, Këshilli i Rrethit të Preshevës përfaqësohet nga Halil Selimi, i cili vjen nga kryesia e LPK-s, Adnan Aslani dhe unë Shaqir Shaqiri. Ku do të merret dhe vendimi shumë i rëndësishëm për ndarjen e veprimtarisë organizatës në politike dhe veprimtarisë konkrete që do të thotë ushtarake.
dhe kështu do të vazhdoj deri në organizimin e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Në Kosovë ishte themeluar ushtria shërimtare e Kosovës dhe ishte një ushtri që po përballej me armikun në çdo cep të Kosovës. Mirë po asaj i mungonte diçka shumë e rëndësishme, një shenjë identifikuese e saj. Dhe mua mu besua që të realizoj amblemën e ushtrisë shërimtare të Kosovës. Në mbledhjen e mbajtur në shtator të vitit 1997, shndrohet në njësitë të para të ushtrisë shërimtare të Kosovës. Në këtë kohë, ushtria shërimtare e Kosovës ndahej në 3 zona. Zona e parë përfshinte Kosovën administrative, zona e dytë përfshinte pjesën shqiptare në Maqedoni dhe zona e tretë përfshinte Preshevën, Bujanosën dhe Medvegjën. Shumë të rinj nga Presheva u arrestuan në rreshtat të gjata të ushtrisë shërimtare të Kosovës, qoftë në mënyrë individuale, qoftë organizuar përmes nesh. Unë me 2 djemt kem qenë në ÇK. Sherifi ka qenë Pashtrik, Sadriu ka qenë në Koshare, unë vetë në Karadak. Kështu, kurse kur u kthim, u takun në Dardanë dhe sherifit i thonë, hiqe uniformën se tash të na nuk ka uniformë. Sherifi më thotë kështu, bab, unë nuk e hek uniforme se e këmë dhonë betimin deri në çlirimin e gjitha troje shqiptare. Oj gjallë, oj vdekur, tonë nuk e hek armën për dore. Pas çlirimit të Kosovës dhe largimit përfundimtar të forcave ushtarake e policore dhe të administratës serbe nga Kosova, në qershor të vitit 1999, regjimi militarist i Beogradit u zhvendos me tërë arsenalin e dhunës në komunat e Preshevës, Bujanocit e të Medvegjës, të cilat mbeten edhe më tutje në sundimin serb. Është fakti pamohshëm se atje ku mbyllen të gjitha mundësitë e zgjidhjes së problemeve me veprime politike, është faza gati përfundimtare, finale, përdorimi i forcës, kundërshtimi me anë të forcës. Për shkak të një politike tillë anticivilizuese, represive, që ishte me njëherë pas luftës Kosovë, u shkaktu gjithashtu edhe konfliktet armatosura në zonën e sigurisë toksore, ku shqiptarët, në kuadër të parimit dhe të drejtës për rujtjen e pragut shtëpisë, dignitetit kombëtar, dignitetit njerëzor, u detyruan që edhe me armë në dorë thjesht t'i mbrojnë të drejta. Qëllimi kryesor i Serbisë ka qenë që ta zbrazën luginën e Preshevës dhe ajo platforma më hershme Çuprallovićit, do thotë se Serbisë i vjen toka, jo t'ju japin të drejta shqiptarëve dhe do thotë u dasht që të organizohet një luftë dhe të bëhet një uniform që drejt për drejt të luftohet me këto forca paramilitare apo drejt për drejt me Beogradin. Ate që nuk mundnin ta bënin Kosovë, kur hidhroheshin ndonjëherë, kur dështonin, shfryheshin ndaj shqiptarëve të Medvegjës. Për të mbrojtur popullatën shqiptare dhe kësaj të reve, si dhe për të çliruar nga sundimi serb, doli në skenë ushtria çlirimtare Preshevës, Bujanocit e Medvegjës. Ajo për herë të parë u paraqit publikisht më 26 janar të vitit 2000 në Dobrasin të Bujanovcit, në varrimin e vëllezërve Saqipi, të cilët u patën vrarë nga forcat serbe. Vetëm një rrugë nderit është rruga e qëndresës së organizimit, rroft ushtria shlirimtare Preshevës, Medvegjës e Bujanovcit. Majta shkrep! Porec! Po bo një dritë që jepte dritë popullit shqiptar se mund të jetoni në vendin tuaj, në shtëpitë juaja dhe rruga vetëm do thotë janë këta gjemët që dolën i kapën armët për ta mbrojtën Preshevën, Medvegjën dhe Bujanocin. Në shtator të vitit 2000 në pritje të forcave serbe në afërsitë e Dobrosinit, vritën 3 ushtarë të UÇBMB-s,
Eqrem Hoxha, Betim Berisha dhe Shkelzen Krasniqi. Pas vrasjeve të 3 dëshmorëve të Prizrenit, u mor ofenziva e ushtrisë qërimtare të Preshevës, Medvegjës dhe Bujanovcit, ku 60% është kontrollu pas 23 nëndorit pjesa dërmuese e Preshevës dhe Bujanovcit. Prej kësaj kohë radhët e UÇPMB-s u forcuan me ushtarë të rinj. Nga një njësit vetëm me 30 ushtarë ju bashkangjitën qindra mira djelmosha e vasha nga lugina e Preshevës, Kosovës, Shqipërisë, Maqedonisë dhe viseve tjera. Kështu ajo u përgadit edhe për aksione dhe për mbrojtje. Bën planin e hartuar se si do duket dalja në skenë. Pastaj armët si do të grumbulloheshin, sistemoheshin, përgatiteshin për një mbrojtje popullatës civile dhe për shtirimin e vendit. U radhitën shumë djemtëri në radhët e UÇPMB-s. Shtabi i përgjithshëm ishte në fshatin Konçul. Komandantët e brigadave u takuam në Breznicë, me pëlqimin e të gjithë komandantëve të zonave, unanimisht u zgjodha komandant i përgjithshëm i UÇPMB-s. Me angazhimin dhe influencën e rëndësishme të Tahir Sinanit, një komandant shumë me reputacion të madh, u arrit që strukturat udhëheqëse të UÇPMB-s, edhe ushtarake, edhe politike, të konsolidohen në Breznicë, ku zgjedhet edhe komandanti i saj i përgjithshëm, Shevqet Musliu dhe zëvendësi Mustaf Shaqiri. Diku nga mesi korrikut të vitit 1999, marr urdhra nga prori im për të takuar me zotin Tahir Sinanin, komandantin e zonës operative të Pashtrikut, ku ai na mirë pret, na ofron ndihmë dhe fillojmë me bartjen e armatimit, ku ato i shpërndajmë në përpikat të ndryshme në luginën e Preshevës. Betejën më të lavdishme të UÇPMB-s është betejë e 21 nëndorit. Aja ka qenë një ofenzivë e organizuar edhe e ulur nga shtabi i përgjithshëm i UÇPMB-s. Ka qenë një vijë frontale që nga kryqi i Verbanit deri në Tërnovs. Domethënë ka qenë një mbi 5-6 kilometra vijë frontale me një numër të paktë të ushtarëve. S'kemi pas një numër komisat të ushtarëve, por megjithatë vullneti ka qenë aq i madh, sa që kemi filluar kaq 17 nëndor, me 21 nëndor kemi marrë mbi 70% territorit në kontroll. Ajo ka qenë betejë më e lavdishme e UÇPMB-s. Armiku aty i ka lënë 4 të vramë, nuk ka arriti të tërheq. Me vrasjen e Sherif Jonuzit edhe Rasim Bajramit në fshatin Gjergjevc, kur të shkum me pa në vorrimin e atin, mas dititve shkum me pa, na pam një gjendje shumë të keqe, popullata e friksume shumë, edhe ishë bërë gati për mu shpërngull me të madhe. Qatë moment lindi nevoja për me ndalë këtë trend me Muhamet Gjemalin, komandanti zonës operative të Qarrit, dule me qelën pikën në fshatin Qarr. Formimi i zonës operative të Medvegjës në bashkëpunim me zonën operative të Preshevës të Bujanovcit u dha shpirt shqiptarëve të Medvegjës, sikurse edhe shqiptarët të Bujanovcit të Preshevës, dhe fituan një shpresë se do të bëhet më mirë edhe do të krijohen kushtet dhe rrethonat që ata të kthehen përsëri në vatrat e tyre. Por ashtu me forcat tona, me trima që i patë në vijën e parë, i zbrapsëm që ditët e para forcat armike. Betejat i kemi pas të shpeshta, por një nga ato që kanë pas edhe peshë të madhe dhe luftime që kanë zgjatë deri në 4 ditë, është edhe beteja Shoshajës, ku njësit brigadat tona
u ofruan edhe në vijën e kuqe të vijës sigurisë, ku edhe atëherë Serbia filloi të brengosët se na kishëm arrit qëllimin e një organizimit nivele dhe aty për aty ofroi makinerinë e rëndë, ofroi tanksa, autoblinda, njësinë speciale që ishin famkeqe beretat e kuqe, kështu që në ato ballafaqime kemi pas një luftë shumë të afërt, distancë deri në 50 metra, një luftë e pabarabartë krahasim me numrin dhe makinerinë të cilën e kishte ofruar Serbia. Po vullneti i madh i luftëtarëve tanë ishte se nuk frigohej, bindja ishte e qartë, gjithçka më dhon për atë dheun dhe në ato raste ne si luftëtar kornim fitore. Brigada 113 fillimisht ka qenë pozicionuar në lagjen Zahira në fshatin Slubic, ku prej aty vazhdimisht e ka vëzhgu terenin në luginë të Preshevës, në fshatrat për rreth Mazgjere, Gosponis, Bukos, Gare, Ilinz. Nëse me datën 28 nëndor vitit 2000, kemi vendosur për të dalë në fshatin Mazgjere, dhe aty jemi ndarë në dy grupe. Me një grup ka udhëheq komandant shpëtimin, ndërsa në grupin tjetër kam qenë unë. Dhe me datën 28 si datë e shenjtë, duke llogaritë dhe datë të cilë i lidhë shumë luftat e shqiptarëve për liri. Ne em mundu, do më thonë, në këtë 10 vjeçarin e fundit, të shtim procesin tonë politik, të zgjedhim problemin e luginës së Preshevës me mjete politike, vetë ushtria qëllimtare Preshev, Medvegje dhe Bojnos, të i pas parasysh të gjitha ato kërkesat 10 vjeçare të njerëzve tonë, të shqiptarëve tonë që ishin në sistemu, po dhe që i kërkojshin, po nuk u zbatun, nuk as 0,0 presin 1%, deshti dhe o deshtë të linde vetë ushtria qëllimtare Preshev, Medvegje dhe Bojnos. Ne kemi pas 3 luftëtar të vrarë, kurse prej anës serbe ka pas gjithashtu të vrarë dhe të plagosur, dhe këto dokumentet sot i kanë lënë. Disa nga dokumentet. I ka qenë Toger, Zherko Angelov. Edhe dokumentet tjera keni zënë? Ka edhe tjera dokumenta, ka. Po municion keni zënë? Edhe municion kena zënë, po ashtu edhe armë. Nuk kam shpresa negociata, për arsye se mirë e dimna se kush janë forcat serbe. Ata e kanë dhënë provimin para popullatës shqiptare në Kosovë. Brigada 115 e Karadakut është në gjendje gatishmërie të kundërvyet armikut me krejt forcën që e kemi. Bashkë me 40 shok nga Vitia, i kemi bashkangjitur brigadës 115
Karadaku bashkë me komandant Mjekrën dhe kem ndihmuar në themelimin e asaj brigade dhe në organizimin e përgjithshëm të ushtrisë shqiptare për Preshevë, Medvegjë dhe Bujanovc. Me qëllim të zgjidhjes politike të problemit të luginës së Preshevës, me nismën e diplomacisë amerikane, me 23 mars të vitit 2000 në Gjilan zhvillohet një takim i përbashkët i shefit të misionit amerikan në Kosovë, Christopher Delv, dhe kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës, Hashim Thaçi, me përfaqësuesit e shtabit të përgjithshëm të UÇPMB-s, ku arrihet marrëveshja për formimin e Këshillit Politik për Preshevë, Medvegjë dhe Bujanoc. Jemi kundër konfrontimeve të ramatosura. Jemi të përcaktuar për zgjedhje politike në bashkëpunim me bashkinë ndërkombëtare për zgjedhjen e problemeve në Preshevë, Medvegjë dhe Bujanoc. Qëndrimi dhe angazhimi ynë do të jetë në përputhshmëri me interesat tona kombëtare dhe ndërkombëtare, e posaçërisht me SBA-n dhe Aleancën Veriatlantike. Kërkojmë nga bashkia ndërkombëtare të shtojmë presionin mbi regjimin e Beogradit për tërheqjen e të gjitha forcave ushtarako-policore dhe të atyre paramilitare. Deri tash jemi zgjënim nga ana e bisedimeve, se bisedimet nuk ka dhënë fryt. Tash ato që shohim ne prap nuk do të heqmi dorë prej bisedimeve, por edhe arbët nuk do t'i lëshojmë derisa t'i arrijmë aspiratat tona. Rajoni i luginës së Preshevës, jo vetëm që në aspektin gjeografik dhe demografik, është pjesë e pandashme e Kosovës, por në vazhdimsi ishte pjesë edhe e proceseve politike ushtarake që shqiptarët në përgjithësi i zhvilluan për çlirimin kombëtar. Pas disa ditë negociatash të mundimshme me përfaqësuesit e lartë të NATO-s, sot pasdite në ambientet e shtabit të përgjithshëm të ushtrisë çlirimtare të Preshevës, Medvegjës dhe Bujanovcit, në praninë të anëtarëve të këtij shtabi dhe komandantëve të zonave, shef Mosliu dhe Peter Faith, përfaqësues special i sekretarit të përgjithshëm të NATO-s, nënshkruan marrëveshjen për armëpushim në luginën e Preshevës. Në këtë mënyrë hapet rruga për fillimin e negociatave shqiptare serbe me ndërmjetësim të faktorit ndërkombëtar për zgjidhjen politike të problemit të këtij rajoni. Nënshkruesit e kësaj marrëveshje për televizionin e Kosovës kështu e vlerësuan atë. Nënshkrimi i kësaj marrëveshje është një hap i madh përpara në krijimin e masave të mirëbesimit. Apelojmë që komandantët dhe shqiptarët armatosur, si dhe forcat serbe, të tregojnë përmbajtje, të mos shkaktojnë dhunë dhe të respektojnë armëpushimin. Një hap shumë i rëndësishëm që ta arritmi një armëpushim, të shkojmë në mënyrë paçore me mjete politike, ku t'jenë prezent edhe Bashkia Evropiane. Vretja kyçe ka qenë e jonja në sektorin C, lejimi i forcave të armatosura, njësive speciale të policisë sërbe, kontrollimin e kufirit me Maqedoninë. Atë ka qenë vretja jone kryesore. Kështu që jemi prononcuar për atë vretje. A jeni marrë parasysh vretjet tuaja? Po, kemi shtyr në marrëveshjen e armëpushimit të atë vretje. Në paragrafin e posaçëm të marrëveshjes figuron edhe formulimi se komandanti i përgjithshëm dhe komandantët e zonave të UÇPMB-s nuk mbajnë përgjegjësi për aksionet spontane të luftëtarëve shqiptar në zonën toksore të sigurisë. Ne si komandant shumë herë kemi bë vrejtje rreth kësaj zone sigurisë, pikërisht këtë zonën e ngushtimit ku po bëhet në kufim me Maqedoninë, ku është leju forcat serbe të hynë në një distancë të afërt me pozicionet e tona ku veprojmë, por kjo do të jetë nështë hapi ngutshëm për të gjithë ata dhe ne nuk mbajmë përgjegjësi rreth kësaj zone ku caktohen ata të veprojnë. Pavarësisht se marrëveshja për armëpushim nuk është e përkryer, ajo është një akt i rëndësishëm nëse respektohet nga të dyja palët në konflikt dhe nëse njëherësh mbikëqyrët dhe garantohet si duhet nga NATO, mund të kontribuojë në uljen e tensioneve dhe krijimin e parakushteve për fillimin e negociatave për zgjidhjen politike të problemit të luginës së Preshevës. Kujtimet më të veçanta të periudhës së luftës të UÇPMB-s të brigadës 112 të njësisë speciale Qendresa ishte kur filluan disa betejë dhe hyrja e fshatit në Tërnos me 28 2000 kur në flamurin në Tërnos për herë të parë me krye komandant Leshi. Populli dul na priti si me shumë kënaqësi dhe krenari më të madhe në luginën e Preshevës. Në zonën e lirë, në Tërnos të madh, në fund të dhjetorit e vitit 2000, u ngrit flamuri kombëtar dhe kështu popullata shqiptare këtë ngjarje konsideroi si hap të rëndësishëm drejt realizimit të synimeve të veta shumë vjeçare.
durimi, sakrifica, puna e palollur, e luftare heroik, ushtrisë shlirimtare Preshev, Medvegjë dhe Bujanovac, si dhe puna e palollshme subjekteve politike në këtë vend, bëri që sot, në mënyrë solemne, të valoj simbolin kombëtar. Për popullin e këtyre treve dhe thotë shumë, sepse pa flamur nuk ka dhe liri, prandaj flamuri është simboli i lirisë dhe i paqes. Kemi thirrë këtë takim, gjithë për të avancuar dhe për të punu në drejtim të realizimit konkret të grupit dhe të platformës. Në parim jam i marrë vesh që përfaqësimi në grupin negociues të jetë proporcional nga 4 subjekte. U dakorduam që grupi negociues të punohet sa më shpejt në drejtim të realizimit dhe përcaktimit të njerëzve dhe për të përfaqësohet me përparësi nga shtabi për një antar, dhe kjo do të thotë mbetet sa më shpejt që gjitha subjektet të përcaktojnë njerëzit e vet për grupin që do të kompletohet së shpejti. Nuk ka pas dëni rezultat apo dëni marrëveshje që është arritur, por bisedu për gjitha situatën, po është edhe Medvegjë, por ju dha rëndësi edhe kësaj formimit të policisë, domethënë multietnike, e cila do të jetë e garantuar edhe garantuar, po edhe mbikëqyrën prej ndërkombëtarëve. Propozimet kanë qenë që kjo të zhvillohet, domethënë trajningu i policisë, domethënë pikërisht ishin disa propozime në Vrajnë, Preshev, po ndërkombëtarët e policisë domethënë të jetë në Bujanovac. Brigada 113 ka pas disa betejë kështu të fuqishme ku i ka rezistuar fuqishëm dhe me vetëdijshmëri ushtrisë dhe policisë serbe. Po unë kisha me thek një ndër betejat që është zhvilluar në malet e fshatit i Linz. Aty luftimet kanë zgjatë 4 ditë. Gatitu! Mojta seu! Nga 11 deri në orën 3 kanë zgatë luftimet e tona me serbët dhe gjatë tyre kohës sa kemë pas granatime dhe luftë, dikon rreth orës një e mesditës ka ra dëshmorë dhe komandant Mjekra, i cili pandashëm gjatë tërë kohës ka qenë mball luftarëve, mball të aksionit. Efektivi ka ditu për ngritjen e flamurit qendër ndero. Qëndrimi jonë është i qartë, prania nuk vjen shprej aty, ngushtimi i zonës 5 kilometrish. Po cilat mund të jenë pasojat e këtij vendimi dhe si do të veproj UÇPMB-ja në këtë rast? Pasojat do të jenë shumë të mëdha. Dhe UÇPMB është e vendosur që do të reagojë në çdo marrëveshje e cila do të fillon të ofrohet policia dhe ushtria serbe në zonën kufitare, në zonën e sigurisë 5 kilometrëshe. Sipas informacioneve të fundit që kemi, ka pas keqtrajtime dhe sot tërë ditën ka qenë fshati Raovic në shtet rrethim. Nga 12 maj ka pas luftime deri me 15 maj. Dhe brenda asaj betejë të Raovicës,
që aty u zhvillu mas tepër me luftimet, aty në rënë 7 dëshmorë në vendet të ndryshme. Kompania Gadito! Një minut heshtje për dëshmorët. Lavdi! 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 Vend qetëso! Gjatë luftës për shlirimin e komunave me shumicë shqiptare të Luginës e Preshevës dhe bashkimin e tyre me Kosovën, në betejat e ndryshme kanë rënë heroikisht 28 dëshmorë. Florim Rushiti, Ibrahim Fezullahu, Fatmir Ibishi, Ismet Aliu, Enver Bajrami, Sherif Junuzi, Arben Ramadani, Betim Berisha, Eqrem Hoxha, Shkëlzen Krasniqi, Besim Faiku, Artan Abazi, Daud Sulejmani, Niazi Azemi, komandant Mjekra, Agim Elshani, Besim Mazreku, Qenan Rahimi, Hysen Salihu, Berat Sinani, Shaban Shahini, Agim Halimi, Bardhyl Osmani, komandant Delta, Sami Ukshini, Shaban Ukshini, komandant Terri, Kastriot Arifi, Mitat Musliu, Ridvan Qazimi, komandant Leshi, Vehbi Regjepi. Pas luftës për shlirimin e tokave shqiptare nga sundimi serb, me presion të faktorëve ndërkombëtar për t'i dhënë fund rezistencës së armatosur, përfaqësuesit ushtarak dhe politik të shqiptarëve të Luginës zhvilluan negociatat e vazhdueshme me palën serbe. Në Konçul të Bujanocit në maj të vitit 2001, u nënshkrua marrëveshja për demilitarizim dhe zgjidhje politike të problemit të Luginës së Preshevës. Kemi mjaft punë për të realizuar qëllimet e tona për jetesën tonë në Luginën e Preshevës, kështu që të gjitha ato do t'i kërkojmë në tavolinë, edhe integrimin tonë shoqëror edhe civil, gjitha ato do t'i kërkojmë aty ku duhet të kërkohet, edhe me bashkinë ndërkombëtare do t'i arrijmë të gjitha këto. Nëse dëshirojnë kështu, ne jemi të gatshëm, por nëse se nuk mund të manipulojnë më me fatin tonë edhe në këtë mënyrë. Marrëveshja e Konqulit, nënshkrimi i palës shqiptare dhe qeverisë jugoslave serbe shtroi kërkesa konkrete për të dy palët. Derisa pala shqiptare i përmbushi detyrimet, u bë demobilizimi, pala tjetër pos policisë multietnike asgjë tjetër nuk përmbushi nga marrëveshja. This is a good first step. I think it'll build confidence, and I think the Serbian government will be pleased with it. The NATO Secretary General is definitely very pleased with today's outcome so far, and hopefully we'll be doing this throughout the rest of the ground safety zone over the next several days. Është dëbë shumë pak, sepse në ato momente më të vështira na vra komandanti Ridvan Qazimi. Shqiptarët e Preshevës me vite e mbajnë pushtetin lokal. Në Bujanoc për herë të parë shqiptarët me 2002 e morën pushtetin lokal. Dhe në vitin 2002, për herë të parë, u organizuan, them kështu, zgjedhjet demokratike në pushtetet lokale Bujanoc, Preshevë dhe Medvegjë, dhe për herë të parë, në gusht të vitit 2002 shqiptarët erdhën në pushtet në Bujanoc, pikërisht në Bujanoc.
Rrethonat politike në luginën e Preshevës e detyruan klasën politike që të themelojnë kuvendin e këshilltarëve shqiptar të luginës së Preshevës, që luajtin një rol pozitiv në rrethonat aktuale politike në Luginë. U bë një farë unifikimi i kërkesave dhe i shpresave politike të shqiptarëve të Luginës. Në 3 vitet e para kishte rezultate konkrete, mirë po, në ardhin e qeverisë parë të Koshtunicës dhe asaj dytës, po edhe kjo që sapo mbaroi mandatin e vet, u harrun këto parime, u harru ky program që kishte edhe ka ende përkraje ndërkombëtare. Dhe mund lirisht thuhet tash se vetëm një pjesë e vogël e këtij programi gjithëpërfshirës është realizuar. Nuk zbatohet në asnjë mënyrë në luginën e Preshevës asnjë pikë e marrëveshjes së Konçulit. I koncentrojnë edhe më tutje forcat ushtarako-policore të quajtura si forca speciale të policisë Gjandarmërinë, të maskuar me tyta automatik është kthyer vazhdimisht ka qytetarët gjatë frekuentimit dhe lëvizjes së tyre në përvendbanimet e territorit komunës Preshevës. Ushtarët e ushtrisë qendrore për Preshevë, Medvegjë dhe Bujanoc ndihen më të pasigurtit, sepse regjimi aktual, duke i burgosur, maltretuar, i ka detyruar një pjesë të ish ushtarëve të QMB-s të emigrojnë jashtë për një jetë, sepse janë të pasigurt këtu në këto trojtë tona. Kosova, duke i mbrojtur interesat e veta në aspektin ndërkombëtar, po ashtu edhe Shqipëria, do të na lehtësojnë edhe neve këtu në luginë të Preshevës të gëzojmë të drejtat tona individuale dhe kolektive të garantuara me konventet ndërkombëtare. Duam të ruajmë Medvegjën, duhet të mbajmë Medvegjën, Bujanovcin edhe Preshevën, por sidomos mendoj që pikë më neuralgjike tani për tani e trojeve shqiptare është Medvegja, se na ka mbet me një 10% atje shqiptar, e që ka qenë gjithmonë shqiptare. Presim për krahjen edhe shtetit shqiptar, por besoj edhe në periudhën vijuse edhe qeveria e Kosovës do të jetë gjithmonë më e gatshme që në kuadër të parimeve që ajo vetë i pranon për qytetarët e vet të kërkoj të jetë këmbgulse që ato parime të zbatohen edhe në luginë Preshevës. Akademitë tona në Shqipëri dhe në Kosovë të përpiqen me gjitha forcat e veta, me gjitha diturit, me tërë potencialin kombëtar, që dal nga dal të bëjmë realizimin e synimeve kombëtare. Shqiptarët e luginës Preshevës në mënyrë jetësisht janë të interesuar dhe do të angazhohen për bashkangjiqjen e këtyre 3 komunave teritorit të Republikës Kosovës. Nuk është bërë lufta vetëm për një polici multietnike, nuk është bërë lufta vetëm për infrastrukturë. Vullneti i shqiptarëve është bashkimi me Kosovën. Shpresojmë se integrimet evropiane do ta mundsojnë edhe integrimin e shqiptarëve të luginës së Preshevës në trungun e vet etnik dhe në një Evropë të bashkuar, duke ndërtuar një të ardhme më të ndritshme.